Përshëndetje, ne vazhdojmë episodet tona të radhës sepse rinia ka shumë nevojë që ne të diskutojmë dhe të flasim sa më shumë të mundemi dhe të japim mesazhe të cilat përmirësojnë jetesën e shoqërisë. Sot kam një vajzë të përkushtuar, një vajzë të vogël, e cila ka shumë energji, e cila është e apasionuar pas të shkruarit, por ka një ndërthurje të jashtëzakonshme me botën digjitale, një gjë që është shumë për të vlerësuar, por mbi të gjitha dhe aktivitetet e saja, të cilat janë në botën e kërcimit. E ku do të gjeja më mirë se një vajzë e cila është Keida Omuri. Përshëndetje. Keida, faleminderit që je pjesë e podcastit dhe faleminderit që unë do të kem kënaqësinë sot të dëgjoj nga ty ato vlera që i duhen kësaj shoqërie, ato gjëra që ne nuk i dim, se ne jemi në një botë ku ne nuk dim se çfarë kërkoni ju. Ndonjëherë themi, mos i ka adoleshenca këto gjëra, por jo, ne duhet të dim fiks fare se çfarë ndodh. Atëherë pa humbur kohë. Unë kam një fjali standarde të cilën i pyes të gjithë dhe i them, si e përshkruan Keida veten me 3 fjalë? Të përshkruash veten është pak sa e vështirë. Por me 3 fjalë do të thoja kurioze, pasi asnjëherë nuk jam mjaftuar vetëm me anën sipërfaqësore, pra gjithmonë kam dashur të di më tej. Ambicioze, pasi kur i vendos vetes një qëllim ose kur dua diçka, mundohem t'ia arrij. Dhe pse ndoshta gjatë rrugtimit mund të lodhem ose mund të demotivohem paksa. Do të thoya dhe kreative, pasi kreativiteti më bën që të jem gjatë gjithkohës me ide të reja dhe të mos jem monotone, pra të shpreh veten duke mos qenë monotone. Shumë interesante të treja gjërat që më përmende dhe çfarë ke mësuar nga shkolla? Shkolla është një pjesë shumë e rëndësishme e edukimit ton. Nga shkolla unë kam mësuar 3 faktorë shumë kryesor, të cilët do më duan normalisht gjatë gjithë jetës. Është disiplina, çka ne marrim nga shkolla, është mënyra e të punuarit në grup, mënyra e të hasurit me njerëz, me adoleshentë të cilat vinë nga mënyra të ndryshme të jetesës dhe kanë mënyra të ndryshme komunikimi. Shkolla më ka mësuar se si suksesi nuk vjen nga hiçi. Suksesi duhet të punosh për disa faktorë që ti të arrish deri tek maja ku ti dëshiron. Dhe shkolla më ka mësuar ose më ka dhënë, do thoya më sakt, dhe një faktor shumë kryesor të jo vetëm të jetës sonë, por dhe të zhvillimit të edukatës, që është shoqëria. Shumë e rëndësishme, një ndër pikat që përmende, që sot në fakt nuk e kam dëgjuar fare nga të rinj, disiplina. Më bëhet qefi që e dëgjoj që disiplina është një element shumë kryesor. Është shumë kryesor. Të cilin juve dhe që nga u marr ka si mesazhe dhe në shkollë. Okej, disiplina është shumë e rëndësishme, prindër të dashur, të cilët duhet t'ja u përcjellni fëmijëve tuaj këtë gjë, sepse ti je i disiplinuar, do të jesh shumë i suksesshëm. Apo përgatit shkolla për jetën, apo shkolla vetëm për provime. Pra, si e shikon pjesën e mësimeve, janë vetëm teorike, a keni hapësira të cilat ju mund të keni mundësi për praktik, apo ato gjëra mbeten vetëm me aktivitete të shtuara nga prindrit? Atëherë, shkolla përgjithsisht, sidomos në vendin tonë, Shqipëri, është më e bazuar në anën teorike. Pra ne nuk kemi praktik, na mungon praktika në shkollë. Mendoj gjithashtu që përgjithsisht në shkolla ne mësojmë ose përballemi, japim më shumë rëndësi formulave dhe fakteve sesa një mësim tjetër për një adoleshentët për jetën reale, pra për menaxhimin e stresit, për krijimin e një inteligjencë të fortë emocionale. Pra gjëra të cilat do na duhen të krijojmë aftësi jashtë bankave të shkollës. Shumë e bukur. E di që një ndër elementet kryesor sot në botë, që jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, është menaxhimi i inteligjencës emocionale. Është një gjë që duhet të jenë të gjithë të vetë kontrolluar dhe të dinë se kush janë. Të menaxhosh veten është suksesi i çdo kujt në këtë vend, edhe kudo. Nëse do të ndryshoje diçka, çfarë do të doje të ndryshoje? Jo vetëm, mos e shikojmë vetëm në kontekstin e shkollimit, do ta shikojmë në kontekst të gjerë.
çfarë do doje të ndryshoje sot në kontekstin e të rinjve më tepër, do doja një mendim tuaj? Po, atëherë unë si fillim do të nis me praktikën me që nisat e tek pyetja më parë, Aha. më sipër. Mendoj që vetë si nxënëse e ndjej veten më mirë ose e ndjej që e kuptoj mësimin më mirë kur i shikoj gjërat reale, pra kur i prek, kur i dëgjoj, kur i shoh vetë, se sa kur i kam në ajër, pra nga ana, se sa kur e mësoj teorikisht mësimin. Përveç kësaj, unë do doja që të hapeshin më shumë kënde për të rinjt, pra të ketë një zhvillim debati ku një i ri për shembull e gjen veten në këtë deg. Të ketë më shumë kënde për teknologjinë. Që të ketë Pra, mundësi argumentimi. Po, Ose ndryshe, shiko, ka disa praktika europiane, po edhe këtu në fakt, se i kam dëgjuar dhe nga të rinj tjetër, që disa shkolla kanë ngritur klube. po në gjimnaze Klubin zakonisht. në Po. gjimnaze, klubi e debatit, klubin e artit, këto i kanë ngritur disa. Por gjithsesi më pëlqen që kërkohet edhe në një moshë më të hershme. Por jo vetëm në shkollë, por në komunitet. Si mendon, çfarë i mungon rinis? Mbështetja. Mbështetja. Okej, në ç'kën mbështrim? Atëherë, fatmirësisht, ditët e sotme ne shohim që kemi të rinj të cilët kanë potencial, kanë talente, por puna është se ato nuk kanë mbështetje. Do thoya që si fillim doja të përgëzoja për podcastin, sepse me vërtet kjo është një mbështetje për gjithë të rinjt, për të promovuar, për të reklamuar dhe për të shprehur me të vërtet veten e tyre. Kjo i jep një besim të rinjve, sepse të rinjt e sotshëm kanë nevojë për të dëgjuar dhe për të vlerësuar nga dikush. E drejtë është. E di që s'ma ka thënë asnjë këtë fjalë mbështetja, je e para, të përgëzoj shumë. Okej. Për mbështetje në fakt unë do të thoja që Daran gjithmonë do të mbështesi të rinjt dhe pas sesioneve të para, edhe po e ndaj me Kejdën këtë risi tonën, ne do të vazhdojmë të promovojmë profesionet, që do të thotë ata të rinj të cilët do të studiojnë në fusha të ndryshme, të mirat, avantazhet dhe disavantazhet. Edhe besoj se do të jetë edhe kjo një sukses i radhës për një arsye të vetme, sepse të dish avantazhet dhe disavantazhet e një profesioni bën një zgjedhje e duhur për mëtej. Edhe duke vazhduar këtu, pse shumë të rinj po e humbasin besimin tek vetja? Të rinjt e sotëm e harxojnë shumicën e kohës në botën digjitale. Bota digjitale unë e kam krahasuar si një botë gënjeshtrash. Një botë ku secili tregon vetëm anën e mirë të jetës dhe krijon tek të tjerët sa iluzione. Kjo bën tek të rinj që të kenë duke krahasuar veten, pra bën një krahasim. Ti thua që shiko sa e bukur që është kjo, shiko çfarë flokësh ka kjo dhe ti automatikisht harron që po ul konfidencën tënde, po ul vetbesimin tënd. Po, Duke dhe që ato krahasuar flok mund veten. të jenë bërë edhe me inteligjencë artificiale Pikërisht dhe kjo skuptohet më. Pikërisht kjo është, janë iluzionet që krijon bota digjitale, të cilat janë në disavantazhin qoftë e gjendjes psikologjike të rinjve, që akoma nuk janë të qartë dhe akoma nuk janë gati për ta kuptuar se me vërtet kjo është thjesht një gënjeshtër dhe asgjë tjetër. Ato kanë krijuar një varësi. Dhe një faktor tjetër që besoj bën të mundur që ky besim të jetë në nivele të ulta tek të rinjt, është dhe që perceptohet se rruga drejt suksesit nuk shkon vetëm drejt nga merita jote, pra ka një rrugë tjetër më të shkurtër që është ajo me njoftësi. Dhe ti thua që ky talenti im ndoshta është i tepër, ndoshta nuk do vlerësohet aq shumë sepse është një tjetër i cili është në një grad më lart, dhe ndoshta dhe pse ndoshta unë mund të jem më i aftë se ai. Mua e di çfarë ndjej tani në këtë moment, më vjen shumë keq që edhe ju që jeni kaq të vegjël e keni të induktuar rënd faktin që gjithçka ecën me njohje. Është bërë një fenomen sidomos në vendin ton. Dhe do është injektuar si shtat dhe ju tek secili për një sidomos dhe të rinjve, domethënë ne themi që po hëmë se do e marri ky se ky ka njoftësi, edhe pse ndoshta mund të ketë njerëz të drejtë në atë komision ose në atë vendimarrje. E unë ditë them rastin tim në fakt asnjëherë nuk kam hecur me njohje, por patjetër gjithkush ka atë mundësinë e vet që mund të jem rekomanduar diku.
por njohje dhe këtë gjë unë i sugjeroj të gjithë të rinjve, po punuat fort, dijeni që ja dilni. Nuk ka rëndësi për mendimin tim profesional dhe aq eksperiencë sa kam njohja. E di që është e vështirë që familjet tuaja përballen me probleme të ndryshme, probleme sociale, probleme ekonomike, dhe ndoshta edhe sfidat e kanë bërë që të mendojnë këtë gjë, por rinia nuk duhet të ndikohet nga kjo gjë, duhet ta zhbëj. Dhe unë të këshilloj Keida që zhbëjeni këtë mentalitet të njohjes. Mundësit do t'ju vinë, mbështetjet do ketë hapësira dhe do vinë në momentin e duhur dhe në orën e duhur. Por të mos sfidosh veten, ky është dështimi më i madh i rinisë. Filloni ta sfidoni veten, filloni të kërkoni se nga kërkesat gjejmë gjithkënd dhe ti je një ndër ato vajza të cilat ke kërkuar. Dhe unë për këtë e vlerësoj shumë. Po kam pasur dhe mbështetje. Patjetër. Nga ju normalisht fare. Patjetër, po kërkove mbështetja të vjen. Patjetër. Dijeni këtë gjë që do dalë dikush që do të vi. Atëherë, duke vazhduar pak më tej, a e shet të ardhmen tënde në Shqipëri? Këto më dhëm mua. Të na dhëm të gjithëve. Akoma jam, si thuash, në mëdyshje, sepse nuk jam akoma në atë moshën që i kam akoma të qarta ato synimet e mia për të ardhmen. Do dëshiroja shumë ta shija veten në Shqipëri pasi është vendi im, kam familjen këtu. Por siç thash janë disa faktorë të ndryshëm që më bëjnë ndonjëherë të mendoj që shiko se dhe jashtë shtetit nuk është keq. Pra ka më shumë mundësi, ka më shumë, është një zhvillim komplet tjetër kur e krahason vendet e tjera me vendin tonë. E drejtë është. Mirë, megjithatë, të dëgjojnë të tjerët, Keida nuk duhet ta humbasim, duhet ta mbajmë në Shqipëri se kemi aset. Kështu që patjetër që duhet të punojmë fort, edhe pse jo shpresojmë të bëhet më e mira në të ardhmen tonë, edhe për juve të krijojnë kushte sa më të mira. Kështu që unë çfarë do të ndryshoje Keida tek vetja në radhë të parë, pastaj çfarë mendon ti që mund të ndryshoje? Çfarë kontributi mund t'i japësh? Tek vetja. Atëherë, tek vetja do të ndryshoja Të kritikon mami? shumë. Po babi? Babi është më i butë, sepse zakonisht njëri nga prindit ke është ai më i Facebook-u, më rreft. duket. Po. Okej, po mirë, e di që do t'i kujtosh të gjitha këshillat e mamit? Po, këtë e di. Këtë e di, e pret. Të ma thot dhe mami. Okej, ta thot gjithmonë. Okej, mirë. Atëherë çfarë do ndryshoje te vetja? Do i bësh një premtim prindërve? Po. Atëherë Na i thuaj. prindit e mi kanë shumë pritshmëri për mua. Më thënë dhe me vërtet i falenderoj shumë sepse kanë qenë gjithmonë aty për mua dhe unë kur kam pasur për shembull dhe në këtë rast që doja të reklamoja veten, që doja të shpreja veten në një fushë të caktuar, ato gjithmonë kanë qenë gati. Më janë gjendur gjithmonë dhe unë i them që do t'i bëj shumë krenar dhe gjithashtu do të them diçka që të dy kanë shumë qef dhe që të djeg botën shkencore, pra këtë degën shkencore. Wow, po i keni si Si çdo ma sillni dhe disa herë të tjera se nuk e lë më unë t'i ikin nga bota shkencore. dhe Okej. Dhe dua s'dua unë, prap do të ndjeki rrugën e prindërve. Okej, atëherë me fat për vajzën që keni edhe ne ju duam shumë prindrit e Keidës, kështu që patjetër ndonjë kritik të vogël dhe duhet ta themi se por mami Keidës mos ma kritiko shumë Keidën. Jepi këshilla po jo kritika të forta. Okej. Që të kthehemi pak edhe në një gjë që mua do më interesonte shumë është fakti që apo përdoret rinia sot. Si e shikon në kontekstin e përgjithshëm? Po, Po pse? Po përdoret. rinia. Atëherë, si fillim, mendoj që rinia në vendin tonë sidomos, nuk është në gradat ose në momentet e tyre më të mira. Sepse nuk, si thash, përdoren për aktivitete politike, aktivitete të cilat nuk janë ndoshta me vërtet në avantazhin ton, si të thuash. Përdoret zëri i rinisë, dhe pse ndoshta ne nuk e kemi ngritur fare zërin.
Pra, E kuptova, e qartë. Me fjalë, shikojnë më shumë ato interesat e tyre se sa ato interesat tonë që janë me të vërtetë baziket që duhet Baziket. dhe që duhet të ngriheni. Mbështesni rinin. Rinia e krijon një popull. Rinia e zhvillon një popull. Rinia është kryesorja dhe mendoj që diçka çka na bën neve për të ngesur, për të çaluar te ky zhvillim, është pikërisht sepse nuk kemi rini. Rinia po ikën. Dhe po ikën pikërisht se nuk ju jepet një mbështetje, nuk ju jepet pra gjithmonë vazhdojnë me interesat e tyre dhe jo të rinisë. Cili është mesazhi që do t'i jepje rinisë sot? Rinisë së sotme do ju jepja një mesazh shumë kryesor që besoj do e ndjeni të gjithë. Unë jam vetë një adoleshente, unë jam vetë një pjesë e juaja dhe mendoj që shikoni, është normale që në këtë moshë të mos i kesh akoma gjërat e qarta. Është normale që në këtë moshë të gabosh. Ajo që ka është e rëndësishme është ju të mësoni nga gabimet dhe të përpiqeni të shkoni më para dhe të arrini qëllimet tuaja. Besoni tek vetvetja. Faleminderit që ishe pjesë e podcastit dhe falenderoj shumë se je një vajzë shumë mirë. Të Shumë faleminderit. faleminderit.